Dhuna nuk është dashuri. Dhuna është dhunë edhe pikë. Dhuna nuk është dashuri. Si quheni? Elisabet Aliaj. Cili është problemi juaj? Çdo gjë nisi në vitin 2013, kur unë martova, edhe linda djalin. Kam pas një jetë shumë të ndërlikuar. Kam pas një vajzë që kam pas shumë ëndra, për fat keq shkollën nuk e mbarova dot. Sepse tradita, gjërat e vjetra tradicionale që mund prindrit që të ecin pak me kohën e vjetër, për fat keq unë nuk munda të arrit të eci aty ku doja. Edhe zgjolla rrugën e asaj, si gjitha gocat mund të them, martesën. Edhe vitin e parë ishte okay. Pastaj filloi dhuna. Filluan gjërat më të ndryshme që mund t'i ndodhi një femre. Kur specifikojnë gjërat më të ndryshme, i specifikoj të gjitha me radhë. Dhuna, tradhtia, gjërat ekstreme që mund të përjetoj një 17 vjeçare në atë kohë që isha unë. Faktisht unë nuk doja t'i shqetësoja prindrit. Kjo gjë ndodhi shumë herë. Edhe ndihmat kur kërkoja unë, sa herë që i kërkoja ndihmat prindërve, normal edhe këta nuk kishin ç'a të bënë. Në vitin 2015, gjatë gjithë kësaj kohe, në 2013 deri në vitin 2015, dhuna vazhdoi dhe vujtjet nuk kishin sosur në atë moment. Unë zbuloj që djalit i bie të fikët në borë. Kam ndonjë 20 ditë në Vlorë, derisa u diagnostikua që e çuam me urgjencë në Tiranë, që doli me leuqemi akute limfoblastike. Aty pastaj filloi gjëja, nuk e di, domethënë kur mbyll syt më shfaqen imazhet që nuk e di se si mund, kur bëj e mendoj, përjetoj të njëjtën gjë siç po e them tani. Një tmerr i vërtet. Kam përjetuar tmerr të vërtet. Djali 1 vjeç e gjysmë me kimioterapi që flokët i binin non stop. Filloi djali i binin flokët, i goja, ju bëj gjak. Ka qenë 24 orë në 24, çdo gjë unë edhe ai.